Dy gjëra të rëndësishme në futboll. Është ekipi vetë që luan dhe tifozë lojtarë 12. Dhe sot ne kemi në studio pikërisht lojtarin e 12 me plot kuptimin e fjalës. Dhe çfarë lojtarë 12 që kemi në studio? Lojtar 12 intelektuale, jo do si do. Në kohën tonë thash që nuk vinin shumë femra në stadium, ishim edhe 1 ose 2. Imagjino ti edhe në fushë aty me trin duke lut, prapë i shef ato femra që kanë armë pa dhe ti se ke merë fare pa alkoolin këtu. Po të merresh 8 milion euro në sezon. Po pikërisht pra Do e kishe bë verën pushim po apo jo? Unë i thash jo, e keni topin këtu, t'ja bëra fushatën tani 65 vjeç. 65 vjeç. Mi po duhet me pas makinë ambulancë sport se më u thy brinja apo se çano. Trajner Agustini më thot, "Gjudo, ka vu kryeministi basta $100. S'kisha punë me topin fare. Brylin bashkimin gjatë, bashkimin to, gjithë stadiumi, bravo që i rej. Sa shanse ka Shqipëria tani pas Serbisë dhe Letonisë për të shkuar në botror? Mund fitojmë Serbinë. Duket që di? Kujtin Gjuzit jep akuzën, në qoftë se nuk do të kualifikohet skuadra. Kush je ti që nuk e fute Hysaj në Letoni? Kush je ti? Pse e bëre? Kush të tha? Fillojmë pyetjet.